Kosova njihet si vendi të rinjeve e të rejave e gjithë kjo fal lindjeve të shumta të cilat janë bërë ndër vite. Pavarësisht sfidat për t'i rritur këta fëmijë në Kosovë janë të mëdha, nga familje të shumta numri i fëmijëve vazhdon të shtohet, e kjo sigurisht për të mirën e gjithë vendit. E kur jemi tek fëmijët dhe lindjet, Shërbimi Spitalor Klinik dhe Universitar i Kosovës ka njoftuar se gjatë vitit që lan pas, pra gjatë vitit 2024, janë kryer mbi 17.000 lindje. Më saktësisht gjatë atij viti në tërë SHSKU-n janë kryer 17.495 lindje, ndërsa nga statistikat e përgjithshme në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës ka pasur 7.901 lindje. Apo nëse e shohim me përqindje është 45%, kurse 9.594 lindje në spitalet e përgjithshme, apo nëse e shohim edhe këtë me përqindje është 55%. Nga numri i përgjithshëm i lindjeve, 6.708 prej tyre janë kryer me operacion apo 39%. Në QKUK ka pasur 3.121 lindje me operacion apo 41% e fëmijëve të lindur, kurse në spitalet e përgjithshme 3.587. E këtu duhet përkujtuar se që nga janari e deri në tetor të vitit të kaluar, në Kosovë kanë lindur 22.418 fëmijë. Kështu thonë të dhënat e publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, sipas OSK-s vazhdojnë të prinë me numër meshkujt, 11.651 kundrejt 10.767 femrave. Veç gjatë muajit tetor janë regjistruar 2.367 lindje të ndodhura në Kosovë dhe jashtë saj. Prej tyre meshkuj 1.212 dhe femra 1.155. Krahasuar me muajin shtator 2024 ka një barazim të numrit të rasteve të lindjeve, pasi edhe këtë muaj lindën 2.370 fëmijë, nga ta 1.251 meshkuj dhe 1.119 femra. E nga këtu të dhëna Agjencia e Statistikave të Kosovës që gjatë muajit dhjetor të 2024 janë regjistruar 2.143 lindje, prej tyre 1.069 janë të gjinisë mashkullore, kurse 1.074 prej tyre janë të gjinisë femrore. E në qershor të vitit 2024, Klinika e Ginekologjisë në kuadër të QKUK-s është renovuar tërësisht. Në 4 reparte të Klinikës së Obstetrikës dhe Ginekologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës u bënë renovime të konsiderueshme që i përmirësuan kushtet si për pacient ashtu edhe për të posalindurit. Nga klinika ku kishte 4-5 shtretër brenda dhomës, tani ka vetëm nga 2 shtretër. Kësaj gratë të cilat qëndrojnë aty do të mund të kenë më tepër privatësi e rehati. Po ashtu dhomave janë shtuar edhe dushat e shumë çka tjetër që është esenciale dhe shumë e nevojshme për to. E renovimet në kuadër të kësaj klinike të cilat u bën me buxhetin e Ministrisë së Shëndetësisë kushtuan rreth 2.5 milion euro dhe zgjatën rreth 5 muaj. Në klinikën e ginekologjisë në QKUK brenda 24 orëve lindën rreth 30 fosh.